Sot është seanca e parë e Kuvendit Qendror të Partisë Demokratike Shqiptare, pasi në Kongres u zgjodh Kuvendi. Me statute kemi që sot të zgjidhen kryetarin e Kuvendit Qendror, po ashtu edhe kryesinë e partisë, duke përfshirë edhe pozitat drejtuese nën kryetarët dhe sekretarët. Me statut unë përpozoj kryesinë, se Kuvendi zgjedh. Parafërsisht kjo ajo që do të punojmë sot në Kuvend. Kryetar, në lidhje me këtë çështje që bëhet një zhurmë e madhe në lidhje me emrat e rrugëve në Tetov, çfarë realisht po ndodhet dhe çfarë duhet bërë? E para që mos të duken tepër partijak. Me Maqedonët nuk punohet kështu. Nuk mund të merrem vesh kështu. Kryesisht me slavët nuk mund të punohet kështu. Ata kur janë ngusht bëjnë marrëveshje, më pastaj pa ndërprej, çdo marrëveshje e bëjnë të rinegocueshme edhe një herë. Të marrin proces të negociatave derisa të dërmojnë dhe të lodhen. Çështja e dytë është se di fatmirësisht apo fatkeqësisht, kjo çështje e rrugëve është vetëm ajo maja e icebergut të një pushteti manipulativ të BDI-s dhe Zot Ahmeti. Ndryshimi i rrugëve s'ka ekzistu. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe s'ka ekzistu. Çlirimi i kombit s'ka ekzistu. Dhe kjo është vetëm vërtetim i një qeverisje manipulative dhe në të ardhmen qytetarët, shqiptarët sidomos nuk duhet të habiten se sa më shumë do të shkrihet ajo maja e icebergut, aq më shumë mbeturina, gjubre, mos të ndani fjalë më atron që s'është mirë në opinion, do të zbulohen për BDI-n. Çfarë pret Maqedoninë, zoti Thaçi, me këto represione apo presione ndaj shqiptarëve që po bëhen vazhdimsi? Pyete shumë edhe me një kolegën tuaj poshtë, jo formalisht, bisedova që do të ketë një shpjegim për njerëzit që janë, mendoj unë qeveria, kryeministri nuk janë ngesën. Ka një shpjegim benin, se kretë kjo bëhet se planifikohet, shkohet në zgjedhje, të rritet rejtingu, për ndryshe po mos jetë kështu. E ardhmja është fatalitet, po shumë gabim. Edhe nga kjo qeveri, edhe nga elitat tjera që i kanë Maqedonë, po elitat politike, të mendojnë se me këtë politik poshtnuese, nënshmuese, denigruese, diskriminuese ndaj shqiptarëve, nuk do të provokojnë destabilizimin të vendit. Edhe pse, unë jam i variantës parë, mendoj se kryeministri nga një recept tashmë i letruar për shtetet moderne, receptin e Serbisë, apo të Vučićit shkon në sa më shumë ngritje të rejtingut vetë në bazë të një politike pseudo-nacionaliste për të fituar zgjedhjet. Mendoj se zgjedhjet do të kemi shpejt, shpejt është, mas 6 muajve apo mas 8 muajve, dhe pastaj do t'i bëjë gjitha kompromiset. Mendoj se s'ka kuptim. S'ka kuptim. I shohim ata që s'bëjnë kompromis. Që Venezuela, Irani, që thuashte se s'bëjnë kompromis, është e pakuptimta. Edhe një pyetje kam, lidhje me bashkëtesën mes shqiptarëve dhe maqedonëve. Është e njohur më veç se maqedonasit haptezi votojnë për atë që është më i keq ndaj shqiptarëve. Çfarë do të thotë kjo për bashkëtesën tonë tani? Dëgjoj, bashkëtesë s'ka, s'do të ketë. Është formulim pseudopolitik komunist. Ne mund të kemi pranë një jetesë me rregulla të forta të funksionimit të sistemit, po bile dhe me rregulla të forta të funksionimit territor. Është një ndarje e vërtetë e pushtetit mes atyne dhe nesh, në vijë horizontale dhe vertikale. Dikush thotë po si, 1000 herë po e përsëris. As në Belgjika, as në Kanada, as në Zvicër, nuk ka problem për ne. Po kështu jo, nuk do të mund të funksionojë. Për shkak se ju e shihni, nuk jam bashkë i sigurt. Ka një fshat shqiptar, ka një 4000 banor, më duket është bën gati një qerrë. A përfundu. Më duket pe kohës tonë, kur kemi qenë qeveri, me LSDM-n edhe BDI-n. Unë ditu interesova e pyeta drejtuesin e DEG-s, pse sa nuk funksionon atë qerrë.
A e çka është problemi? Nuk funksionon, për shkak se qeveria insistoi që në atë sherrë të punëson 5 shqiptarë, 5 maqedonë. Ku? Me një fshat ku janë 100% shqiptarë. E lodhshme është kjo, dhe kjo nuk je perfekte. Pra ku unë mendoj se qasja për rinegocimi që duhet bëjmë ne shqiptarët, maqedonët me ne, dhe ne me ata, janë këto formulimet të cilat janë afat gjatë. Janë sistemi të vlerave certifikuara për rëndimor. E tash njerëzit e dënë të friksojnë, kjo autonomi, kjo hizbën kjo tjetra. Se nëse kemi kaluar një 20 vjeçar, ku BDI-ja krekoseshte me disa rezultate, që të flasën të drejtën, ka pas disa rezultate të paknatshme, për mua shumë të vogla, po ka pas disa rezultate. Kjo është fjallori korrekt politik. Tash edhe ata t'i fshinaj, që s'ka fund. Besoni se ka në një marrëveshje ndërmjet të Vlenit, BDI-s dhe VMRO-s, të përbashkët. Për shkak se Mbrama Leoneti e theksoi se herën e parë tha Mickovski është shitër me keksa, ndërsa Mbrama i dërgoi porosi të tjera që kjo nuk kupton atë fjalorin ndërmjet rreshtave se mos kam një marrëveshje për ndonjë skenar edhe më të zi. Se fjala dhe bëhet belaj. Është një problem. Përgjigja ime apo mendimi im ndoshta mund të jetë do i pa drejtë, se unë nuk komunikoj me ata. Po. As me VMRO-n, as me Vlenin, as me BDI-n. Kërkesat e tyre për komunikim janë përgjigjshme publikisht. Unë me ata komunikoj vetëm publik. Kush do të jetë? Pete kryeministri deri te kryetari BDI-s, mund të thosh kërkush. Ky është qëndrimi im. Kërkesat e tjera që për të folur me mua, nga ana qeverisë, se të njëse interesant ishte. Ata nuk kanë dëshirë që të ballafaqohen me mua në publik. Si duket, unë jam shumë më kredibil në publik se sa ata. Ndoshta vota nuk kam shumë, po të qytetarët e dinë ata se unë s'rrejnë, nuk gënjej. Çka du të them? Kur thash unë se Ali Ahmeti është taku me Mickovski, u punu një muaj që nuk shkoj pyetja te Alia, a je taku me Mickovski? Shkoj pyetja te Mickovski, a je taku me Alin? Edhe ai s'kishte si të thotë, nuk më demantoj, po tha informatat e brendshme në VMRO nuk i ka bashkë të saktë. Pyetja është, Ali Ahmeti është taku me Mickovski, jo Mickovski. Dhe çështja tjetër që dua të them është, unë nuk jam i gatshëm që të bëhem urë komunikimi mes VMRO-s dhe BDI-s. Për shkak se kam qëndrim parimor. Mendoj se zoti Ahmeti duhet të ikë për skenës politike, që edhe BDI-ja të bëhet një konkurrent i barabartë në skenë, se s'është fair kështu, në skenën politike. A dim se s'është fair. Se sinqerisht më mëdhimet dhe antarët dhe simpatizantë i BDI-s, ai tash i jep zor, është shqiptar si ne, ka dëshirë partia vetë fitoj, po unë i them duhet ta di se nuk ka të ardhme, nuk i merr ai. Nuk i merr kështu sa votat kënë, nuk i merr. Kjo çështje duhet zgjidhet. Nuk duhet të humbet kohë në një angazhim në BDI, ku dihet se ata nuk mund të jenë pjesë e qeverisë, se e dim ne se në zgjedhjet e ardhshme, ama 3 muaj, 6 muaj prapë do të fitojë Mickovski. Absolutisht. Ndërsa Vleni, është përfaqëse të zezë. Vleni është vetëm riprodukt i një strategjie të vjetër të slavëve dhe shqiptarëve. Mendo disa individ, me vendosën në kohën e Kraljevinës ka pas shqiptarë në propozita. Ka pas državni imama, për shembull, ka qenë po seriozisht, ka qenë. Po se po, državni imam ka pas, daskallë kanë qenë mësues. Nuk, kjo është Vleni vetëm e kryen, mendon se e kryen korjen e fundit, që e kanë thonë si detyrë slavët, korjen e fundit të eliminimit të organizimit politik të shqiptarëve. Kjo është problemi. Sa kanë luftu BDI-ja me PDSH-n, me decenje, nuk ka ndodhur kjo korje, secila me gabimet e veta, dhe secila me meritat e veta. Dikush më shumë, dikush më pak. Po Vleni është faqe zezë. Dhe e fundit,
kjo faqe zez, fatkesisht, shkon edhe të qeveria e Kosovës, e cila në këto momente shumë të vështira dhe të rënda, asnjë pozicion nuk merr për nivelin e respektimit të drejtave të shqiptarëve të Maqedonisë apo të arriturave të shqiptarëve të Maqedonisë. Du të them në zgjata shumë përgjigjen se është problem shumë më i madh se sa i dy partive apo dy individëve. Këtu kanë depërtuar ata me strategjinë e tyre dhe tash janë gatshëm që të jenë shumë kreativ në shpartallimin e organizimit politik të shqiptarëve. Jo të përdeshje. Jo të përdeshje. Po të njerëzit i vetë që i kanë qeveri, vleni ka probleme të mëshme me fenomenin se kush jeton për shpatës, vdes për shpatës. Fatmi Limani, Arben Fetar. Shkatrimi mbrënsëm se ata nuk e përfaqësojnë më vlenin, rinë në pozita drejtuese në institucion. Falenderit shumë.